Po ujë zboga efekt. Shumë pikante. Uj. Vlera më e madhe është që mos taj më pikante. Përshëndetje, mirë se vini në Flak Fare, podcastin më djegës në qytet dhe jo vetëm. Sigurisht, si çdo një emisioni, kam qejf të falenderoj të gjithë ata që na ndjekin nga diaspora, prandaj përshëndes kudo që ndodhen. Sigurisht duhet të falenderoj edhe të gjithë ata që ndodhen brenda Shqipërisë, rreth 75% e pjesës mbetur që na ndjek. Ju ftoj të gjithëve që të na bëni follow dhe subscribe, sigurisht në kanalin e YouTube-it. Unë kam përmendur një herë që kanali i YouTube-it tashmë nuk do të quhet Flak Fare, por do të quhet Hoje Media, për shkak se brenda Hoje Media do të përfshihen disa produkte të tjera, do të keni mundësi që të ndiqni disa produksione të kanalit ton, sikurse Active by Flex, por edhe surprizat të tjera, të cilat besoj se do t'i shihoni maksimalisht, prandaj besoj se nuk ju kushton asgjë, mjafton të bëni një subscribe. Thënë gjitha kjo, duhet falenderoj sponsorat e mi, Argjendari Donaldo, Codigo Tequila, Tonat dhe sigurisht Juten. Dhe duhet shkoj të giftuar një personazh i cili në pak vite ka arritur që të kthehet në një nga figurat më të suksesshme për sa i përket sipërmarrjes. Ai është fajtor dhe besoj se mund të ketë marrë goxha akuza nga shumë njerëz për faktin që ka shtuar disa kile, sepse nuk rresh dot së ngrëni. Për mua personalisht dhe për rrethin tim shoqëror ose familjar ka qenë gjithmonë një oaz për të kënaqur, për të argëtuar dhe për të shijuar ushqimin shqiptar. Në fakt në vitet e para që e solli si koncept ishte revolucionare, që ato pjata dhe ato ushqime të cilat ishin mësuar t'i hanim në një lloj forme tjetër, të shërbeshin në një dimension të ri dhe në një lloj forme që vërtet na surprizoi si estetikisht, por edhe si nga shija. Tash më besoj se është një nga ata aktor të cilët kanë vendosur një standard të ri në mënyrën se si shërbet dhe konceptohet gastronomia shqiptare. Unë personalisht e respektoj jashtëzakonisht shumë për të gjithë përpjekjen që ka bërë, për të gjithë arritjet që ka bërë dhe për faktin që pranoi të jetë pjesë e Flak Fare dhe të sfidohet me salsat pikante. Zonja Zotrin, Ismet Show, kënaqësi e madhe që je këtu. Përshëndetje dhe faleminderit. Kënaqësi për mua. Faleminderit shumë. Të shoh në formë, në fakt kur takuam para se të nisnim më the që jam mirë. Për mua personalisht më duket shumë e vështirë të menaxhosh të gjitha këto bizneset, cilat përfshin shumë njerëz, përfshin shumë stres, qarkullim të vazhdueshëm, klientësh. Si ja bën, Ismet? Që nga jeta njeriu mëson shumë gjëra. Po duke qenë që më bë gati 9 vite këtë biznes, ka ndryshuar nga fillimi deri tani, sepse është eksperjenca që të ndryshon, se sipërmarrës. Pas disa kohësh thua mësohesh. Po mësohesh, po është edhe një gjë që tani çdo gjë ka ulje ngritje, nuk është ulje ngritje biznes, por edhe te stafi, burimet njerëzore që se po ti kapësh në sjellës janë dy gjëra që një biznes mund të stresoj, ose kur nuk ka shifra të mira dhe nuk prodhon një gjë që normalisht s'ke ç'a bën edhe këtë, ose e dyta që është më kryesore kur që nuk e ke stafin në linjën tate që ti e do. Edhe që po ka një gjë që unë jam tip i buzëqeshur, se ka njëri thotë që buzëqeshja është gjë më e mrekullueshme, që unë rri me stafin, jetoj me stafin, punoj me stafin, rrim bashkë. Tani kemi problematike, plot. A kemi edhe shumë të mira, kemi plot të mira. Po do të thënë që jam e mësohesh, po nuk e shoh në atë sensin që është ky person i keq, edhe vërtet unë do të mërzitem shumë keq. Të flasim pak për jetën tënde, ti ke dalë shpesh nëpër media, ke folur, ke qenë një personazh që nuk ke kurrësyer në sensin e daleve publike edhe të ndarit të jetës tënde, sikurse e ke ndarë edhe në rrjetet sociale, je shumë aktiv. Tashmë je pak a shumë si shembulli i Gordon Ramsit me restorantet e tij, pra ti je figura ose brendi i biznesit tënd. E ke nisur kastile, ke ndërtuar kastile këtë gjë, apo ka ardhur rastësisht? Marketingu nga fillimi i parë ka nisur kastile, sepse nga arsye që janë nis që fillimi i parë, biznesi i parë ka qenë Cereni Smëçeu. Cereni është një fshat unë ku kam lindur, i bie në Kalat Dodës, Dibrës. Pastaj janë ndej me origjinë. Po. Pastaj bi Smëçeu, kush është Smëçeu? Jam unë. Edhe gjithë kjo kur është nis, është thelbi i gjithë që Cereni Smëçeu. Edhe
fillimet e para të marketingut ishin gjithë pjesa e marketingut që para 9 vitesh të sjellësh një gjë të veçantë, sepse ishte po të kuptojmë Instagramin më parë, ishte kush doli në Instagram ato kohë ishin ato personazhe që ishin në televizion, që ne shikoshim televizionin. Po duke parë televizionin, ishin idhuj për njerëzit që dolën në Instagram dhe prapë ishin ato. Po kur ti je shef Instagramin që ti duhet ta grosh, të ta arritish, të ecësh më lart, unë bëra gjë që punoja pjesën e restorantit me mishin, me gjërat veçanta që bëra ato edhe ç'a ndodh. Njerëzit, koreshte njerëzit që thonë, ç'a ka ndodh. Edhe bizneset tjera, nëse ti ke një reach shumë të mirë të Instagramit edhe e rrit shumë lart, sadopak ti nuk thua që ti u ngre shumë punën me këtë. Po sikur 5 vjen nga këtu, sepse marketingu më i bukur edhe më i fuqishëm i një restoranti, po të kap, nuk është thjesht nga Instagrami dhe TikToku, është nga review-t e njerëzve që flasin, sepse ne jemi një portokall shumë i vogël në Shqipëri. Sa banor ka Shqipëria dhe sa Tirana. Kudo është ashtu, ama po ta mendosh Ismet. Word of mouth që quhet, fjala, fjala. Kudo është më efektiv. Kjo është më gjë sepse thot shkova, u kënaqja bër. Tani si njëherë me salsën e parë, bujrum, ne e di formatin, lyejmë nga pak dhe unë uroj që ti jesh tolerant mjaftueshëm. Nuk e di si e ke marrëdhënë me salsat, Ismet. Okej, jo keq. Po nuk jam shumë. Not bad. Not bad. Do me thënë ha tek hera herës. Po. Ore, me qenë se ne jemi qëkush emision që edhe ushqemi, si ke marrëdhëniet me ushqimin? Përveç se merr dynjan në qaf me ato që poston, nuk guxojmë do të futemi në unë do të bëj haj ty vëlla, qëse duhet të futem dietë, se aty ku jam mirë e bukur për shembull, tak më nxjerr një taf para ti dhe mos. Ma godet atë mikrobin dhe vi ha të dielën, çfarë kursej gjithë javës kalori, vi ha të dielën prapë. Po ti bëj gjë tjetër, pse do bësh hajt? Ti hajde? Ja, pse ti bësh hajde, thot? Jo hajt, po bëj hajde. Nga hajde, le makinën në parkim, edhe ecë. Të vinë këmbë lart të kazerma. Po, pse ja? Shiko, unë po mos isha aq tambel, nuk do kisha nevojë për dietë. Si do duk ju e para? Shumë mirë, nuk është shumë pikante. Nuk ishte pikante. Po e di më, nuk janë dhe aq pikante, po nuk le çfarë thon njerëzit që bëjnë sikur. Dakor, ti ke shkuar në Angli, ke thënë publikisht, ke shkuar, ke kaluar si një pjesë e mirë e emigrantëve dhe këtë vlerësoj shumë një jetë të vështirë, ke nisur pjatalare apo jo? Kam dëgjuar një lajm që ti nuk e di tani se lajmet ti e di si janë në Shqipëri. Besoj se ti e hasur dhe e rrahur, sidomos të kohët e fundit. E pasur lloj-lloj. Domethënë sa më shumë rritesh, aq më shumë do vi kritika. Po është gjë e mirë nga ja. Nuk është gjë e keqe sepse është e pashmangshme. S'ke çfarë bësh, edhe nuk ka një gjë që njerëzit ku e di do mirën, s'ke bë po. Te pjesa më të neshës se kjo është shumë e bukur që the. Pra me këtë lajmin i ke shërbyer me tërheq, kam gatuar me tërheq se ishte lajmi është i vërtet apo jo? Po është shumë i vërtet, po njerëzit tani është varet se si duan ta marrin për shembull klikimin ose like-un ose si të arrisin audiencën më shumë. Edhe çdo gjë sot po të shikojmë ca gjëra janë që të rritet kjo gjë. Egzagjerojnë çik ata. Unë e kam shprehur sepse kur e shpreh një televizion, tani po të gënjej, nuk gënjej dot sepse janë faktet, provat që është video pra. Është video, është fotot që un kam qenë edhe dorën Prince Philip që na ka prekur. Mret neshës na ka prekur, pse të gënjej. Po e kishte zakon ajo, nuk prekte. Edhe duke qenë kjo pjesa që ka qenë, po unë thjesht kam qenë një student të universitetit që na kanë zgjedhur 10 studentë. 10 studentë kanë thënë që ju do shkoni back in Palace që të shërbeni një ditë. Një ditë domethënë 54 orë që ishin ato, ishte një experience. S'pas ke thënë gjithë shkreti më po. Është media shqiptare që po re në grepin e tyre, se e ndryshojnë titullin atë. Po jo, unë vërtet shërbeva se tavolina ka qenë aty, kur më tha profesori që tha ti edhe një vajzë ka qenë Katie dhe shkoni sa ajo futet një dhomë private. Mërtëresha? Po. Ju futën në dhomë private me mërtëresha? Mërtëresha në dhomë private, tjerët ishin gjithë jashtë, Prince gjithë këto ajo rrinte derisa të procedurat e tyre nuk e dija. Më thotë do shkojsh, unë kisha turp fare. Jo, tani ka dy gjëra. Ishim edhe si këto delëshende që qeshimi, po edhe kisha turp, unë shkoj me neshët. Edhe kur shkoj thonë, kjo vajza thotë Katie, po unë do shkoj. Hajde edhe ti shko. Edhe kur më thotë më profesori, po nuk shkohet kështu, thotë, do ulesh të përgjërosh, të bësh dirma të sti. Edhe
Edhe e provuam, ulëm, djem atje edhe i tha, Katie ishte angleze. Nuk i prezantove kështu, Ismet sheu nga Cereni Dibrës? Nuk mund flasish kështu, vetëm djem atje edhe ka qenë aty që i tha më mrapa, would you like for drink, se ishte vetë për pijen, ajo mori gin tonics with olives. Gin tonic burun e kishim dëgjuar vetëm pjesën e tonikut mbretëreshës, që ajo pinte vetëm tonik, dhe donte një tonik specifik. Nuk e di sa e vërtetë, kishte një tonik specifik. Po, të gin tonic sa e di që kam qenë aty që e piu një gin tonic. Po shumë të vogël, po ishte nga ato gotat Martini, që më shumë ulli, po pak që morën e ikëm, ai ishte ai momenti që e çoi Katie më mbrapa. Se ka qenë Kush Kate mu? Katie ka qenë shoqja e klasës time. Kate, thash mos ishte ndonjë Kate. Është edhe Katie nusja. E pra thash mos ishte vetë Katie. Çoja çik ajo s'ka qenë, ajo s'kishte akoma atëherë, kam përshtypjen nuk ishin një orë. Jo, ka që pas nuk kanë qenë as i vetëm, ka qenë vetëm për Prince Philippe edhe. Po, kam dëgjuar që ka qenë me shoferin duke ikë diku ajo. Atë se di unë. Atë se di. Kujdes çfarë thua. Kujdes çfarë thua. Jo. Okej. Kjo dakord, e ndam këtë muhabet. Po njerëzit e kujtojnë që ti ke qenë kuzhinier me të neshës, s'ka qenë kuzhinier me të neshës. Si mund të jem unë një kuzhinier me të neshës? Se çfarë problemi? Çfarë duhet të kesh që ti jesh kuzhinier i mbretëreshës Elizabeth? Unë të isha kuzhinier me të neshës, po ka shumë problem, do thuash ti pse. Tani ka një pse të madhe, sepse po thuash pse, unë jam 36 vjeç. 36 e ti, e? Po, prit 36. Pse më i vogël se unë je ti? Atë se di unë se s'kam... Sa vonë jam me gjërat një jetë kur e mendoj, Tani pra 10 vjeçë, sa i bjem? 26. Po. Që e ke thënë? Po. Hiqet e ca? Po hiqet e ca. Tani si mund të jetë një shef kuzhine, ose shef, s'ka shans. E qartë, duhet të kesh shumë eksperiencë e tjera. Nuk po them që nuk po them që nuk ka shefa kuzhine 22 vjeç, ka edhe në Shqipëri, ka edhe nëpër botë, edhe janë shumë talentit. Kush është më i talentuar sipas teje? Ka shumë tani, varet çfarë vizionesh, për shembull. René Redzepi ka një gjë shumë që më pëlqen shumë, është bravo i qoftë. Dhe jemi krenarë. Absolutisht, po. Pra që jemi. Edhe këtë mund të them. Tek e dyta Ismet se më muftoje komplet. E më tolerant është tolerant. Ke qenë si mjalte. Si ngjyrë. Kjo është një. E mirë? E mirë, sepse vin aroma ka hunët, edhe pikantje. Kush është me grip? Harroj që ky është kuzhinier dhe ky ka dhe një shpjegim tjetër më profesional. Në çfarë pozicioni je larguar nga Anglia? Domethënë, ku kisha arritur profesionalisht kur je larguar? Unë kam qenë junior sous chef. Junior sous chef. Pra junior ndihmës kuzhinier. Jo, domethënë është head shefi, është sous shefi, domethënë krau i djathtë i head shefit. Po pra, ndihmës kuzhinier në sensin i ndihmësi i shefit, jo ndihmës kuzhinier kështu, ndihmësi i shefit, i dyti pas shefit. Po, që kontrollosh, mjesha mi invoice-et, me frigoriferat, pasin e kisha unë gjithë në dorë, për shembull, se ne quajmë pas. Pas, domethënë, është një tavolinë që ti vetëm nxjerr, për shembull, ai lexojnë për shembull. Tavolina kaq, do dalë edhe unë që isha në pasën që nxjerr. Domethënë atë hapin final, po themi daljes proces mrekulli. Domethënë ike në një pozicion të mirë. A është i mirë paguar ai pozicion në Angli? Në Angli kuzhina në përgjithësi nuk paguhet mirë. Ashtu? Po. Si head chef, si... Seriozisht? Po, seriozisht. Ne po flasim... A konfirmon ai që ka jetuar në Angli, po? Ismet, të lutem, ma thuaj çfarë nuk kupton kur thua nuk është shumë e lartë, domethënë çfarë është? Por tani ne po flasim për ti thua për një rrok që shumë e madhe në Angli të thjesht për shembull, po ta kesh në Angli, nuk e di tani këto vite, po ne po flasim ne po flasim Angli, nuk po flasim Shqipëri. Angli. Po mos më ngatrojmë çik gjërat Shqipëri. Qartë. Po, duke qenë Angli, do thotë që ti të marrësh, unë kur kam vazhduar të laj pjatat, ka qenë 4 pound ora. Okej. Po ti e thuj okej, po nuk është si ti i merr gjitha sepse ke edhe taksën që ti e paguar. Jo, është pak. Është pak. 4 pound është asgjë. 4 pound i merr në Shqipëri. Po flasim edhe atëherë, po. Tani është unë 2014 në dhjetor kam ikur, domethënë tani kur kam shkuar unë pozicionin më të mirë që kishte, ishte 10 pound ora. Kush pëlqen më shumë në Europë si gatim? Flas kulturalisht. Shifem, më pjesa më e bukur që kam qenë është... Po pushoa, more, mos ndryri, flasim me njëri tjetrin, mos e vrim mendjen. Se jemi në podcastu, mund dhe t'i bie. Kemi qikat pikante. Lagu. Laje. Është... Tani edhe ka dalë dhe gjithmonë është Danimarka.
Danimarka. Po, Danimarka ke vende që ti të zgjedhësh, janë local food, gjëra të veçanta, proponojnë atë që bën, kemi kaq dy gjëra, kjo më pëlqen gjëra që Danimarka. Pastaj shiko, unë jam një tip që unë pëlqej flasim troç, unë pëlqej çdo, unë buke djathtë më japësh, s'jam nga ato që Vlla katunari jemi të gjithë te kjo pjesë, nuk ka pjatë më të shishme se buke djathtë. Jo, po se ka tani katunar. Pa kongurueshme. Po ka edhe katunar shumë të ndryshëm, po them katunar që është tamam, që unë valla jo me e tepruar, po më dhon buke djathtë. Ama që kam qef të explore, sepse kjo zanati jonë është me vjedh, me vjedh dhe me thëmë për mirë, me dy gjëra këtu, menu këtu, me këtu. Po kuzhinierët dhe politikanët atë zanat kanë. Atë se. Po do të thonë që kjo na bën shumë që të bëjmë. Po unë Danimarka më ka lënë shumë përshtypje shumë të mira. Mas Danimarkës që më pëlqen, që unë pëlqej shumë është Greqia. A pëlqen Greqia? Sidomos Bollano. Sidomos antipastat. Me antipastat, Greqia është shumë e mirë. Me çfarë kupton me antipastat avash o Ismet Sani? Avash. Çfarë nuk kupton me këto? këto? Po t'ja nisësh edhe si të pastixhani, edhe të çdo gjë tjetër. Po pastixhane kemi dhe ne. Po e proponojnë. Po si turkët i bëjnë grekët? Ja, nuk i bëjnë si turkët. Ka greku është ndikuar nga kuzhina turke, mos të bëhemi anti-grek tani kot, po ndikuar. Suvllaqi është turk. Res po lëm sufllaqe tani, po flasim kuzhinën se ka edhe kuzhinë. Për një sekond. Kështu mund mishin. Imam Bayaldin. Ç'a bëjnë grekët? Se unë kam jetuar 15 vjet, ç'a bëjnë? Ka kaca vere. Unë për shembull, unë pëlqej. Mund të kesh kërcuar ca restorante të mira, por në tërësi si popull për shembull duket sikur i bëjnë çik më mirë gjellërat mase. I bëjnë çik më mirë, se kanë pasë çik bollok. Gjellërat i çaj. Po kanë pasë vaj, ne kemi qenë komunizëm më se ka gjë të mirë që gjellërat i gatuajnë mirë, ato i gatuajnë avash. Një gjë që gatuat avash delen. Edhe shqiptarët avash, slow cooker janë shqiptarët. Shiko, duhet groshë po. Po pse mo tavat janë ngadalta. Shqiptarët, shiko, Ismet që të themi dhe diçka. Ne jemi ndikuar shumë në 50 vjet komunizëm për mungesë produkti. Unë po them, si bazë, Danimarka, po edhe Greqia tash, unë thash pjesën e antipastave dhe gjëra që proponojnë me gjërat gavashta shumë. Për shembull, ke edhe Spanjë që shumë. Po, për shembull pjesa e mishit që më pëlqen shumë. Derin e bëjnë shumë mirë ata, ti se provon dot, e di. Po ata mbahen për derin, sidomos ato. Isha kësaj radhe që isha pas ndeshjen Andorra Shqipëri. Andorra, edhe në Andorra, po Andorra provova steak, nuk ose kisha një ditë ishëm me kthy mbrapsh, po domethënë që ka çdo vend që të shkosh, çdo copza i themin ne, çdo copza që të prekish në Itali, çdo vend botës. Përmendë Italinë dhe më surprizoi për faktin se përmendë Italinë. Po është okay. Okej, Italia tani? Jo, Italia nuk është okej. E treta. Të më ftohesh ti. Jo, është okay, domethënë që si o Ismet, mos më bë kundër tani kot. S'është okay Italia është shumë mirë. Italia është lart. Po, bëjmë mësuar me Italinë. A e mësu? Është tjetër gjë. Se për shembull edhe në shtëpinë italiane nëse shkon të gatuaj gjyshja për shembull ose mamaja atyre. Kuzhina italiane është spektakolare, për shembull francezët për mendimin tim kanë kulinari më të zhvilluar se kanë vendosur standardet e kuzhinës, po në nivel populli për shembull italianët janë më lart se francezët, për mendimin tim gjithmonë. Si mund të themi italiane që italiane gjithmonë ka qenë Nike. Tani ne do përmendim ca gjëra që ti thet veçanta. Okej, kuptoj. Mos t'i ngatrojmë çik. Ti pyetë si Ismet çat pëlqen ty që ke qef eksplorosh më shumë. U thash 2-3 gjëra. Tani u s'po them se kush është më e mira me renditje, se më e mira normal që Franca, Japonia, Italia kanë ngel gjithmonë në renditjen më të mirë. Më të mira do të ngelen gjithmonë më të mira sepse ti të shkosh, jemi të qartë. Që të hash real sushi, normal që do të shkosh të hash në Japoni. Edhe shumë receta të ndryshme. Po të shkosh në Itali që tu është ti tamam. Ti mund ta hash picën, mund ta bëjnë një picë shumë më të mirë në Shqipëri. Ka pizzerë në Shqipëri që bëjnë pica më të mirë se në Itali. Po prap ti si thu dot që është shqiptari më i mirë për picën që ne Jo, ata kanë pjesë kulture pra. Sikur se ka njerëz që bëjnë suvllaqe më mirë se në Greqi. Unë pjesa më e preferuar që është italisë që është un po të kem llazania për ditë llazania ha. Po si i vetmi vëlla. Po llazania jo shkruaj në restorant, llazania që kam shkuar të miqtë e mi që kanë në Itali, që e kanë gatuar. Unë gjithmonë kur jam në telefon merr malli. Po kaca tani gjëra që Italia e ka, por shumë edhe Franca. Sepse ne shumë një gjëra e ngatrojnë, po croissant, jo po bageti, jo po kështu gjëra. Shive sot kemi ardhur me një botë që evolucioni ka ndryshuar shumë. Çdo gjë po bëhet edhe e mirë në Shqipëri. Në Shqipëri kemi një gjë, ja nisësh të unë i parë dhe shumë kolegë të tjerë, mund të kesh shumë kolegë që gatojnë shumë mirë, janë ekstrem shumë të mirë, Shqipëria ka gatime të mira.
Thot njëri që s'ka Shqipëri gatimës, ja fut kot. Po. A ka mungesë shërbimi? Po. Më mirë tjetër gjë ajo. Jo, po këtë gjë. Kuptoj. Po do të themi një gjë sepse është një gjë që ti shkon ne po flasim në restorante kur ikim jashtë, është varet i ku provon edhe ku han. Qofse të shkosh kapa Piazza Domo në Milano, çfarë do të hash Piazza Domo? Me 2-3-4 lokale që janë që marrin, po do hash. Po pse e bëre kaq serioze bisedën më burr? Të duket sikur jemi mbledhje kuzhinierësh po çaj mhalle dhe çfarë ka kuzhinë. Po ti të pëlqen kuzhina, shikoj. Po më pëlqen shumë kuzhina ti e di, se unë kam marrë. Po patjetër që po. Tas kebab. Tas kebab jo, po pjatat greke për shembull ti çaj. Antipasat sidomos. Të naftosh? Kur të duash. Mund të vi dhe lart te kazerma për shembull dhe të gatuaj diçka. Ta fuzësh menu. Ti di që e kam kuzhinën e vogël aty që ti të gatuash. Po pra se bën video të vajzës. Po bën video të vajzës. Do të pyesë për atë, po shih më hëngre shumë kohë tani me Itali, Greqi. Ç'rënd si ka? Ty të pëlqen ajo që të pëlqen. Do shkojmë Danimark në një herë nëse kemi Danimark ikim edhe do e provosh. Do po. Tek e katërta. E shplave dhe gojën tani e gati për të. Tani një pyetje, cila nga këto të pëlqen më shumë ti? Më shumë pëlqen e teta. Ajo është që më ndes emocionet. E parasysh. Këto janë djegse, më pëlqen në këtë nivel, po që unë nga që më është. Unë nuk jam fan shumë i pikantëve, flas realitet. Pëlqej, po jam që ne e qartë. Ti rikthesh Shqipëri dhe vendos të hapësh restorant. Jo, në Shqipëri nuk hapa direkt restorant, nuk kam punuar në restorant. Po kam punuar restorant. Ku punove ti? Unë kam punuar te fillim se kam punuar në 2 punë, po fillim parë kam punuar te Vesa Center La Boheme të Turçani. Qofse e ke dëgjuar? Shënojë Vesa Center Turçani nisi fatur. Bravo. Është reklam. 800 euro është për mendje. Dhe ja paguaj unë torit, se të ka shumë respekt që kam për të. S'ka që miketi kam ulam, duhet. Ulam. Në rregull jemi. Ti ke punuar në fine dining, ke punuar kështu në kuzhinë po themi goxha të rafinuar. Ç'ne që ndërtoi një koncept krejt ndryshe. Kjo është komfort më shumë, domethënë është më komfort si ushqim, është më afër shqiptares tradicionales. Shqipe do dalim me një temë. Nga herë jemi me një gjë që ne do të shohim. Unë mund di shumë që të gatuja shumë të lloj të ndryshme gjërash, po kur shoh Shqipërinë pa ne erdha punova me 2 punë. Thash që the ti shef një eksperiencë të ndryshme se ku jemi. Po pas çfarë do çfarë do djesë. S'ka problem, këtu e hapim telefonin. Ja sa për vesi. Po jo leçik ishte. Na daj. Paris. Po çaj si e bën atë gjë ti? E ke iPhone atë? E ke iPhone? iPhone? Po pse bie ashtu zilja është? Po sepse kam ble zilen atë. Ke ble zilen? E kam seriozisht. Ja, bjeri telefon. Ve pas. Ja, bjeri tani ti. Shi qa bëhet, më ne fukarejt me ana bje si Nokia telefoni akoma. Po pritse kam blo silen. Edhe ja. Ha, që më nëziu. Ha, hoqe? Po. Qa e gata, 9 metën? Jem 20. Ua, se dia që bëjë kjo gjë, Po, tani edhe se ble do të se ke edhe pa leke, po edhe nga TikTok-u më ta bësh. Si mund ta bësh në çfarë të gjëra që Ajo shivi vetë, studio nuk i di tamam, po unë ka sa e ke bler atë? këtë më. Këtu e kam bler që në Angli, ku kam marrë nga Anglia dhe kjo zile ka ngel qat herë. A të bie shumë telefoni gjatë ditës si spet? Bie. Bie. Po atë bie nga dora, je njëri që konsumon në sensin je njëri që konsumon në sensin video, je i futur në botën e teknologjisë TikTokut, Instagramit e tjera me radhë, domethënë e lëshon e heq apo e ke vetëm telefon? Po kapim një gjë, shive këtë pjata. Si është ndërtuar kështu, kam futur patate, salcice, qofte, shumë gjëra, krapule. Edhe unë Instagram, çdo video që ndel nga Instagrami im, është çdo gjë nga durët e mia. Nuk ke një njerëz që ti menaxhon rrjetet? Shive, te kazerma dhe te Inci, që pse e ke parë, te Inci janë 2 vajza, një tjetër te kazerma është 1, po te Cereni nuk lej asnjëri përveç ka një gjë. Gjithë postimet postohen nga unë, po mesazhet nuk jap asnjëherë. As në Facebook. Kush i shkruan ato? Po ka staf që ke stafi që merresh. Unë tani të mirë me mesazhe se shkruajnë, po unë mirën vetëm me pjesën për po të shikosh. Kreative, e kuptoj. Ja, po ta hapim videot e fundit. Se dolem këtu se Ore, po ti je shumë kreativ, Ispeti je shumë kreativ te videot. Ka tregjë shumë. Çfarë është këtu?
janë gjithë videot që bëra shpar me vajzën time, edhe unë ç'a bëj darkët, futëm, avash, pap. I editon dhe vetim? Po, jam një program InShot që është kështu po e Më them. trego këto gjëra, ti që ka IT më plak, si ke kuzhinier. Që ka mirë me këtë. Jo, unë punoj shumë me montimet, i montoj vetë, sepse di se është ajo shprehje pse nga fine dining dole te kjo gjë, edhe kjo marketingu do bëre çado populli shqiptar, sepse sot fundi fundin flasim hapur kur hap një biznes e bën që ti të prodhosh diçka, që të marrësh diçka. Edhe duke qenë kjo u bëra këtë gjë që kur bëna evolucionin tim pra gati 9 vite që hapa Cerenin lart, kur dola me Instagramin që thash unë që po dilja se Instagrami im, shumë njerëzit ti më jep shumë mirë. Ke parë në herë ti the për restorantin tim agroturizëm asnjëherë. Jo. Ceren. Shumë tjera agroturizma pa keq ofentuar që kanë bërë, ato që janë ato që kemi kolegë që janë agroturizëm quhen edhe pse kanë qenë mace. Jo, ato që kanë, bravo, kanë meritën dhe ato që kanë jap meritën dhe i greve, po jo, një ke as dom, ke as i gjë, ke vetëm mu mes qytetit, nuk shkon ajo, a kupton? Ka mbjell 6 vazon e domate dhe thotë. Nuk, domethënë unë kam dalë në marketingu që bëj mishin, vërtet me mishin kam prodhuar. Si e bën atë mishin ti? Po mundom ta bëj mirë. Ore, megjithëse ishim te telefoni, kush është personi më i famshëm, numri i personit më të famshëm që ke në telefon? Favorite. Më të famshëm, njeriu më i famshëm që ke në telefonin tënd. Si të famshëm tani, famshëm si audiencë apo po i famshmi është kështu që e njohin më kush është më famoz. Mund të jetë Lionel Messi. Mund të kesh numrin e Xhakës. Ose se puna e saj që kishte dalë një ajo si kishte pash një intervistë që ka kërkuar Cristiano Ronaldo numrin, Cristiano Ronaldo. Seriozisht? Kishte thënë, e ka thënë dikush se kam parë. Kush e tha këtë? Një e njoft atë. Është në numrin Stajat, po? Një numër. Nëse dim, tani kemi ardhur nga Greqia, kemi marrë Al Telekom, dakor. Po kush ke, do më përgjigjesh, po më dole kështu me stil. Jo, më nuk dole, po kam shumë shumë të famshëm, banë. Po kush është më i famshëm o burr? Kush është njeriu më i famshëm që ke numrin? Po nuk i shoh kështu me famën këtë njerëz, i shoh çfarë njerëz të mirë janë. Tavlan ballën? Po. Është se fillon kanë tani. Xhakën e ke? Granitin? Jo. Se ke granitin, s'të ka lidhë. Sa i ka luajtur? Ahmet Kalan e ke? Kur ke fol për fundin me Ahmet? Shumë shpejt, kur këto ditë. Dakor, Berishës? Ka shumë Berisha portierit? Ja ke portierit? Jo. Po mbrojtësit? Jo. Po sulmos. Si ja ke Berishës? Jo. A e do? Si? A do nuk? Portierit? Portierit? Unë njoh, nuk kam pasur, unë njoh nga futbollistat që njoh, mund të njoh shumë tjep Uzunin, Ulbi Ramadani që e kam si shok më shumë. E ke Ramadani? Po, këto kam portier. Me kë shoqërohesh më shumë nga personazhet publik që ke më afër? Unë kam një gjë që unë jam po të flasim realitetin, unë jam një tip që shkoj shumë mirë me gjithë. Sepse unë që ke më afër. Jo, po kam një gjë që unë nuk jam nga i tipi, aq sa më njeh edhe ti, para shumë, nuk jam nga i tipi që të bëj arrogantin ose të bëj një. Unë duhet të jem ky që u i them o Zot, më le ky të jem me këmbë tok. Edhe hi, bye, përshëndetje, unë me gjithë bëm, nuk ose kam në E kam parë. Po ti ke një shok që unë e pash në Instagram dhe ishte një moment shumë i ndjer kur e pash. Një shok që jeton jashtë Shqipërisë. Po, është në Australi. Është në Australi. Ai ka emrin Malok. Malok e ka emrin vërtet? Po, vërtet. Është Malok nga Manastiri, shok i ngushtë. Kur të ishte nga Kuçi Vlorës, domethënë do ishte Mekje. Po është verior apo jo? Ai nga Manastiri. Nga Manastiri. Po, është shok. Ai është si vëlla për shemb, nëse unë shoqër tani s'mund themi dot vëlla, sepse më Zoti më ka dhënë një vëlla dhe një motër dhe atë janë bekuar. Po nëse vin mas këtyre dyve, ai është një vëlla që e kam në zemër, ai është një vëlla, po të flasim që gjë shumë kështu, që më ka bërë prindit e tij, edhe familja ime është gjithmonë se jemi njësoj, kur bësh maçi, shkojnë gjërat më mirë, po është njëri më humble që kam parë sot për sot. Edhe njeriu mund të kem që mund të jetë me ekonomi që s'e di sa ekonomi mund të ketë, as intereso para, ai është njeri zemër mirë. Po hapur ka qenë, mos ta hem ty ole. Ja më thash. Me zi të kemi. Po e shkove prapë ta joti ti. Gjumë. E ngatrove ndukur, e bëm mirë këtë ne. Jo, se bëm atë. E bëre. E ke hum. Pesa. Haska. Këtu. Por këtë e bëm. Nuk e bëm për Zotin. Po mos bë Zotin. Do hap kamerat.
Jemi 3 njerëz, 4 njerëz jetemi. Okej është. Okej, është më okej. Që ka pikante, tamam thëti, këto të parat që kanë kështu soft, që kanë si punë e muzikës. Soft që të bëjmë edhe që të ngrohet situata çik më. Po e do jetën e luksit, e ke qef, po shikoj që ke një telefon të mirë, po shikoj që këto aksesorit i ke qef, do me thënë i ke qef. Unë kam qenë që po të nisin adoleshencë dhe tani të rrobat jam i çik i fiksuar. Pak i fiksuar, jo ekstrem, po kam qef të kujdesem pak. Cila është gjëja që e besoj se duhet ta kesh vënë në re në momentin që arrin një lloj suksesi të caktuar, fillojnë i komentojnë shumë këtë jetën e luksit, e kritikojnë, e bëjnë. I e ndjen ndonjëherë keq kuptuar në lidhje me këtë gjë? Jo, sepse unë nuk para opozoj. Sepse nuk para bëj gjëra që të bëj për sy faqe tjerëve, asnjëherë në jetën time, kam 9 vite në biznes. Unë nuk jam njeri që dal parti, sepse tani ko flasin për abuzime, janë njerëz që dalin nëpër parti, hapin shampanja, derën e për ora, bëjnë gjë. Unë nuk jam nga ai tipi. Unë jam një tip që vlen shumë rëndësi familja ime e bekuar. Po Ismet, ata sqarojmë një herë për publikun më të gjerë këtë muhabetin e kazermës. Si është e vërtetë e saj? Se kam dëgjuar 500 lajme të ndryshme. Jo ja kanë dhënë, jo ja kanë marrë, jo ka bërë, jo. Si është e vërtetë? Ti ke marrë një pronë që e ke në përdorim apo jo? Po. Kaq e thjesht. Se janë lexuar shumë lajme. Ha, po ndaj tregoti çik lajme. Po ja, të them unë. Që ja ka dhënë Rama, e ka favorizuar Rama, ku diun, është aksioner Rama. Rama e ka bërë Cerenin e përdor, Ismetin e përdor. Si është e vërtetë asaj? Është një pronë publike që ti ke marrë përdorim apo jo? Në cilën e ke investuar? Po ti kaq vite si mjeft, çfarë mendimi je? Absolutisht nuk mendoj atë gjë. Unë mendoj që ti je një djalë që ke qenë ambicioz, ke gjetur vendin e duhur ligjërisht, kupton? Ke gjetur hapësirën e duhur ligjore për ta shfrytzuar, ke pas një koncept që ka qenë i favorshëm edhe për komunitetin aty, sikurse ka qenë dhe Cereni Ismeti i parë për komunitetin, që e zhvilloi dhe krahasin janë hapur dhe restorante të tjera. Dhe biles unë kam dëgjuar edhe nga restorantet, që nuk dua të përmend emra tani, por kam dëgjuar edhe nga restorantet të tjera që kam drekuar ose darkuar, që kanë thënë fakti që Cereni është bërë aty na ka dhënë zhvillim gjithë zonës. Kështu që unë e di shumë mirë, unë të njoh personalisht. Megjithatë mbase për publikun, për ta sqaruar. Nga që ti e the shumicën e gjëve, ndodh një gjë që pse njerëzit fryhen ose e kupton e kap ajo gjëja që një lajm i rrem për të marrë klikime kapet. Tani ka një gjë, sepse sot një nipt që hapet të tregon procedurën se çka ke bërë si subjekt, sepse jemi në procedurë të ligjit. Kazerma e Cerenit është Cerenis me çeu SHPK, të tregon se si është marrë VKM 1 euro. Tani, sepse njerëzit e thonë, po e kanë ndihmuar Rama. Po, pse ta dha ty thonë dhe s'ja dha dikujt tjetër? Tani, sepse s'ja dha tjerëve. Ajo asnjëherë s'është kërkuar asnjëherë nga tjerët, një. Okej. E dyta, unë kisha një biznes, pa ato momente kur kisha një biznes, Ismet Sheu nuk ishte vetëm me Cerenin Surrel. Kisha edhe 3 biznese tjera. Po, ke qenë poshtë te Kalaja? Te Kalaja. Njëkohësisht. Isha Kosova, gjithasesi aty. Ishin 3 që unë, shqyr zotit, isha mirë. I ke kap të gjitha mo krahinat, më ke vaj dhe nga bregu. Po e mylla Prishtinën më mrapa, nëse ka them se ishte nga aksidenti u lodha, them ishte çike largët, edhe do të jesh, un kam një gjë që punën do ta prek. E kuptoj. S'është me telefonata, puna ka herë një gjë që ti mund të rish, okay, kur bën pushime di që ke njerëz të duarve. Duke qenë pjesa që do të shpjegoj shumë mirë, si audiencë, VKM-ja është që un e pyeta kryeministrin, thash të lutem, un do të bëj, kam një tokë këtu në Surrel, e të këtë lokalim që është këtu, të bëj një lokal. Më tha direkt, jo, nuk të ndihmoj dot të jap kështu. Tha ti lokal, tha për lokal do të bësh. Tha ti e për një diçka më të madhe më kështu. Edhe propozimi ishte të repartet ushtarak, mund të ishin 3 aty, unë zgjodha aty sepse unë jam rritur në Fark, që 2 muaj kam marrë në Fark, i thash ky. Ai më tha direkt, të ty e kam besimin që mund të bësh një gjë të mirë. Edhe vërtet. Se i kishe dhënë provat, Po, sepse kisha dhënë prova, u e dija se kush ishte, unë kisha bllokuar edhe rrugën ku kalonte kryeministri ti e din që Cerenin Surrel, sepse çfarë ndodhem. Po të kapim një gjë, se si shqiptarët fryen nga kjo gjëja dhe këtë. Kur hapa Cerenin unë, nga marketingi im, isha i ftuar te Blendi Fezhiu. Edhe thoshin që unë pastroj pas paratë e Blendi Fezhiu, sepse njeriu të shtyn i japin lajme, aty te lajmi nuk e postuan, po gojdën. U fol. Po, u fol. Po si mund të jetë tani një gjë që punon, mund të jetë këtë.
A kupton, mund të shkojë mendja tani çdo gjë që njeriu punon është i gjë sepse do të kapi një gjë shumë të tillë. Ku kisha te Cereni Kalaja, unë e hapa Cereni Kalaja koronavirus. O hapte njëri biznes koronavirus kur e hapte, shqyrëzoti është full çatë ditë deri sot. Po ti për pastrim parash e kishe pse se din gjithë. Se pisha për pastrim parash. Jo, unë kam parë full. Shqyrëzotit, faleminderit Zotit, është një gjë nga puna që po bëj. Jo, ai nuk është një biznes fiktiv, edhe kjo është e dukshme, është një biznes funksional, ai është një biznes që po shkon shumë është tjetër zile tjetër. Kjo është zile e veçantë që jemi grup familje që na merr familja. Thash mos ishte kështu, mos ishte me muzikë, prisja dhe muzikë. Shkojmë tek e 6-ta Ismet. E 6-ta. Shivo, ti përdor stikandendë, po se ke problem, unë me durja mësova vëlla. Kush përdori stikandendën me dorë ka po thënë? Kjo ishte e 6-ta. Nuk bën hile ama. Këtë të mire ka. Bo. A, kjo qika. Mirë është. Se dërli fare, urdhëro dhe dytën. Urdhëro dhe tretën. Po ti kot thua si jam tolerant. Kot nuk thua. Dakord. E ti pse? Më dojgji mua. Të meshme. Dojgji dy? Më dojgji. Hajde. Por çapet me telefonin, ti nuk pushon kurrë. Po thash ta vjen silent, po ti s'e don silent. Jo, s'ka problem. Do bëj atë, do ta bëj në një moment atë kur të më di momenti. Si je me kohën Ismet? Domethënë je njëri i zënë gjithkohës kur zgjohesh në mëngjes, si është dita jote, si është dita një superman që i ka disa biznese, po themi. Shiva, koha ime është okej. Ke kohë? Menaxhueshme, kam edhe s'kam. Po të më dje goja dhe një mu, se që e ka pikon dhe unë si trim, po ujtë s'boka efekt. Që e ke morë këtë ujmë? Nuk na solle një kofsh mor burrer dhe duar bosh. Po ti më the mos sjell gjësa se ka munta, ke gjoksin hapur. Op, është djegja për dhe një që këna bërë dëmi. Je që e ka po djegja. Po bëjnë sytë këshu. Bëj shaka. E mirë, çik djega ma. Po. Çik djega, të gënjejmë tha. I tham gjitha të vërteta deri tani. Po. Si e ke kohën, po ata thuaj shkurt më burr. Kur zgjohesh në mëngjes ose 3? Unë zgjohem, kam një gjë që zgjohem në orën 6 mëngjes. 6 mëngjes. Këtë të mirë e ke. Po, çohem. Edhe flë prap. Ja po zgja. Okej. Ç'është që në 6? Po, çohem në 6. Se kam vazhduar kohët e fundit, se falem, kam vazhduar të falë sabah, mëngjesin. Okej, i bën këto? Vetëm mëngjesin. Vetëm mëngjesin? Po, mëngjesin. Në orën 8, 9, dal nga shtëpia, sepse kam bërë si të bekuar, unë po nuk takova babin dhe mamin mëngjes dhe familjen time bashkëshorte që të rrim, pim një kafe, të ham sikur një petull, sikur një gjë, një mjalë që ne bë mami, ose një çaj që e bën ajo gjithkohës. Vetëm ta takojmë njëri tjetrin. Koha me familje. Koha me familje, po tjetër, sigurisht 5 minuta, është gjë më e lumt. Ma mrapa te ka mamin tim që fiksuar që të pi hapin, se unë pi gjithmonë hapa mëngjesin, pi atë dhe i them unë iki. Ma mrapa kam kur gjë ime, mund të jem prap takimet e mia janë gjithë në bizneset e mia. Nuk jam që të mund të hava në vende të tjera. Mund të shkoj te Arena, mund të shkoj te Kalaja, mund të shkoj këtu, mund të shkoj aty. Kjo është një ditë që po kur shkon ikën ora. E kuptoj. Ma mrapa mas dite, kam një gjë që të kthehem prap kur vin nga shkolla fëmijët, jo në orarin 3-4, por në orën 5-6, që t'jem pak një orë, 2 orë, sa do pak, jo për ditë, që të përkushtohem, i pyes, Ines bëjmë një video, kjo është e gjitha. Koha kalon, ikën, Ikën, je izën. Sidomos, kjo 2025-a mos më bezohet që iku kaq shpejt. E ashtu, prit se ku je, prit se kështu do ikin, sa më shumë rritesh, aq më shpejt kalojnë vitet. Si është Samir Man nga afër ti që ke bashkëpunuar? Samiri, më saktë. Për mua kam një respekt shumë i mirë, jemi miq të mirë, po është çik kornacë. Jo, më kavalerë. S'na ka ra ato pjesë e kornacës sepse gjithmonë ka qenë reciproke gjërat, po Samir ka një gjë që më pëlqen shumë, në ca gjëra, është sepse nuk menon për sot, menon për 10 vjet më mbrapa. Edhe unë ashtu mendoj. Edhe një gjë e përgëzoj shumë Samir, vetëm për këtë gjë që ai nuk menon për sot, por menon për një kur të menosh një biznesmen, më mësoj për 10 vjet më vite. Prandaj është biznesman aq i madh. Po.
Cila është vlera më E? Që shkove të 7 atje? Po. Përvolova, vajta lyva shumë. Cila është vlera më e madhe që ke si biznesmen, si përmarrës? Gjëja më e mirë që ke. Gjëja më e mirë. Qa pyetje kjo? Te? Shumë e mirë, se kështë shku në herë kjo pyetje në jetën time. E më, po, je i vetëshëm për një tipar të mirë që ke? Miq. 3-0 në Bernabeu! Qa the ishe që pyetje, se më harroj pyetjen kjo? Ore, si del Manchesteri në fundjavë, valla? E, s'marr vesh nga futbolli jam shurë. S'ke futboll? Fare. O, s'di as As luash. me ull kokën po, me lujt kot i jerë. Sidomos me këtë pikante tani. E di si luaj. 5 gola. Cila është e vlera edhe më e madhe tham si përmarrës? Për velim. Vlera më e madhe është që mos taj mua pikante. Kam sërë do që qikë, bashko? E, vlajnë, deri aty, deri te... Kjo qeka me të fut me vëlla. Kjo është me fut me nxerme. Uj. Po s'bëj uj, mo. Sili qumshtin të luja. Sili qumshtin. Do shpëtosh me qumsht, në gjo mu. Të mos sili qumshtin. Tidja të gota e ujt, mo. Se kam stafin fare, ju me pasën një urgjensë një gjë këtu. Ceren. Qa cereni më. Ti na dojnë lotët. Po që ti identifikojnë shumë njerëz tonë ceren në burë. As të bezdis kjo gjëja kujton ceren. Po si ke smet? Apo të ngeli tani. Qa ceren s'ka më. Po të skuqen buzët. Për zonë s'u bëndë. Deri tani, në 33 ftuar sa i djetë janë, kanë quar gjithë deri në fund përveç Stefit. Stefi nga vlerësit Koçarë ka quar. Për zonë jam keq ku ka me do në baje këto, s'ka? Qa do? Qa do duhet? Loti që pikon, loti që pikon. Qumësh është kjo? Qumësh është? Qumësh është. Se qa mendon se mund t'jetë? A ke biberon këtë të paktë? Mos bo pyetja, amon. Qa muzike t'i gjonë zakonisht? S'do të përgjigjesh fare, se kjo është ide tani. Blitet qik vete në ku. Bë buri këshu qamë buri për një Qa spec. muzike në gjojëm? Spice Girls. Spice Girls. Victoria Beckham. Ne i t'i gjonë atë. Për Gjermani në vasirë që Qa hobi shke o Ismet? Hobim. Po, puna. E ke këthyrë... Puna është në zemër. Sa hobi nuk është në zemër. Qa ke në zemër? Zemër kam punë, bro. Apo të hobi pas ke punën? Jo, hobi Ma kam. bëri lëpshë. Po të çorap të bërë. Ma bëre qorë, babu. Po. Këto jo çorap shekën, po... E di, vla, e di. Për zonë, e di që më ki bo me këto buzët, e di duke që me janë fry. Që ti janë fry, që ti janë fry, po ti janë skuq, vla duke që ke vënë për skuq. Ishte djekse. Hobi ime është që kam qef udhëtimet i qik. Qef udhëtimet, po. Pak. E më mirë, ajo është shumica e njerëzve tani kanë filluar që të kenë qef udhëtimet. Është fenomen përgjithsisht i kohëve moderne. Të gjithë kanë filluar të kuptojnë që eksperiencat e udhëtimeve kanë vlerë të madhe. Po, për sidomos për mua ka shumë sepse shiven këtë jetë jemi të mësojmë. Edhe mësojmë shumë. E more veten, ore. Që more vetat marshin E more veten. Fillove ta hoqa mendjen. do më thoshin që të vërtet. A i ka maru njëri në gjitha këto? Po. Të gjithë. Alla, ti sonte, qa spitali na merë për sipër? Shiko, me kushtet që është bërë ky vet hospital këtu në Sauk, ty i kafshëve, unë dhe më shkoj me aty e kemi një sigur. E ke parë sa të mirë kanë bërë të mirë, bërë reklam falë. Shënoj vet hospital 800 euro. Isha, vetë hospital. Kam qenë mërëm 12 natës, më ka që goca me mor mace. Pse i ke qef këto kafshët, si i ke marrë dhe me kafshët? Apo hajnë? Macet i du fort. I do?
Po. Janë të mira ato. Edhe qenë, po ne më qenë mami si ka qenë atë, ne respektoj. Më thuaj çik për gocën. Sa përvoloj. Kujt i ngjan më shumë ty apo partneres? Në sensin e karakterit, është kështu ka qef se po e shoh që ti po e nxjerr në video, po gatuan, i ka hyrë mikrobi i sipërmarrjes që tani më duket. Jo. Qetësoni çikse. Do të Ka marr flak më no. O Xhak, fut gështeja pjekën. Nxirre, po të flasësh e nxjerr të keqen. Olla, shmush barku me qumësht tu. E di që sa vite kam që s'pi qumësht. Është herë e parë sot që po pi qumësht. Përveç këto kapelate që pina Po, në macchiato, këto gjëra, po. Këto, po qumësht. Po haqik më fut një patate në gojë, se ti si të shplan. Stu fara se gjo, mo. Ka morë i notë. Më ka marrë mua? Jo, spice. Shtë. Mua, do ma marrë shakun kur ndi lartë anë nga gazerma. Hajza, bashorte si gjo. Një gjatë më shumë, fizikisht. Po, kështu si tip, është gocë e babit, zakonisht thonë gocat janë me babin më shumë. Shumë e vërtet. Ashtu është, e? Se është një politikë, Është gjinja e kundër dhe është një politika, sepse... Quni është më shumë andej? Ja, më quni edhe me mua është, po janë politika të ndryshme, që ndodh? Sepse femrat, bashorte ose gratë janë më strikt. Edhe kush që si lejnë ata? Babi, ha? E gjenë qelsin që ti hapet dera për gjë që E kërkon. po ne jemi më tolerant me gocat. Ajo po të ullastoj që të bëri kështu me të mirë gocat, ne dorëzojmë direkt. Po me qunin është e njëjta gjë, ndodhe njëjta se Pra me... të regoj një gjë për qunin sot. Ha? Në thiri vajza më rëmë tha, sepse kam një show me të reguar të shkolla dhe ajde po bari do të vi unë orën 2 isha atje. Edhe unë të galun ka të dytë të pash djalin. Se djalin ka 2, vajza ka 3, diçka tillë. Edhe i ka aty edhe i thash mësueses unë, i thash surprizën ja bëri mësuesja, ata ka ardhur dikush tha, myllisit erdhi djali aty. Kam dalë lotët, se s'kisha ndodhur, unë përse kam pas emocione, kupton me djalin tim. Kur më ka pa mu, babi, te klasa gjithë erdhi vetëm puthë e gjëra. Unë dridh të boshin shmbrot mishi tani këtë, edhe ka të dhe thash me vete, thash, Qa që ka jeta? qa që ka jeta një, edhe qa na kushton ne sikur më ardh 2 minuta, 2 minuta me përshëndet. I nënversojmë ca Ai gjëra. erdhi më kapi për qefi, edhe se kur shkova mama te kati tjetër lart, vajza kishte shohun, edhe unë ti si kështu, ja me telefon, kamera ti bë video. I që E, ato kanë turp, se është dhe qik me madhe në moshe jo tani, ato kanë kështë sedrën, po janë qik më... 10 vjeç edhe nga që ne nuk na lanë me ku erdhim gjithë prindërit, nuk do shkoshim tek me dhënë notat, gjasme notat ne tek fëmia jon, tek fëmijët tjerëve. Edhe unë i kisha patë, sa unë ma dha një natë para, ma tregoj gjithë, sa qa kështë bërë gjithë, se mundohet, shoqyria ka marrë me qefë të studimet, po, unë jam një tip që tani po plas si baba, jam i lidhur shumë, si prind. Po, jam i përkushtuar në kohën e tyre, qa duan, qa s'duan, kanë ato limitet e vetë do njëri, po, mundohem qa është koha theti, edhe qa është jeta. Jeta është një gjë që ti po zbëre sot, një kohë të bukur për këto, sepse sot në këtë jetë jemi një fotografi memorie. E vërtet. Ne, fotografi memorie jemi, sepse po të kapim një gjë shumë reale. Unë maj me në gjyshit tim, po historinë e së të gjyshit nuk e di. Qa do vi sot? Qa do vi nesër? Do jem unë? Po s'do jem unë gjyshja së të gjyshit që do njifëm nga këta. Pa ne themu që kjo koha ime memorjeve që është sot, ti përkushtojmë sa që mundem për këto 2 që më ka bekuar Zoti, sepse është një bekim i Zotit që të jep një dhuratë shumë të mrekullueshme, të japë një vajzë, një djalë, po këto dhurata që ti i ke nga Zoti, do t'i mbajsh mirë. Tani është një gjë që unë nuk po them që fëmia im i jap ato ta shtyj që ti bëhu më e mira. No. I them, babi, rëndësia është që unë them, babi të lutem, qofse ti do kesh respekt ndaj një prindi, ndaj babait, vetëm mëso në jetë që dish të thuash të lutem dhe më fal. Këto janë. Po di të thuash të lutem edhe më fal, edhe faleminderit. Janë 3 gjëra. E të lutem, faleminderit. Po i the këto 3 gjëra për mua një vajza një më mrekullueshme. Ma mrapas. Kjo meriton dhe pick-up. Kjo pra të është një gjyshit. Bravo. Ke qenë? Jo, s'kam qenë dhe Ke qenë në koncert? Në koncert? Te këta të që... Se Kanye West ka marrë Si qani,
Shumë e bukur kjo i kthe. Në fakt më kujtohet një shprehje që thon prindrit e mi vazhdimisht, puno sikur do jetosh për gjithmonë dhe jeto sikur do vdesësh nesër. Shumë e bukur në fakt. Dhe më duket sikur ti po e bën këtë gjë. Në mënyrë kujdesshëm tek detajet e të jetuarit të përditshmes, po ndërkohë punon fort. Cila je aq burr sa të futesh tek teta? Burrë. Qa janë këto muhabete tha. Po da e bëjmë tani çat them ti na ke bëu sot. Të kush është kjo teta? Kaptu. Mos e kemi të fut me këtë. Jo mos e Provoj ti para. Ma bëj si të mashtroj qik? Me qik më pak, aman, mos ndi që ritmin tim, se unë jam djeg. Njeriu kur digjet, presush çfarë do t'i bësh ditë. Kush është ambicia tani, ojsme? Mirë. Shikon, ndodh një gjë, ndodh një fenomen. Ndodh një fenomen që digjesh aq shumë tek të shtata, se bën një ngritje të shpejtë, sa që pastaj fillon krijon Numri intolerancë. preferuar idealit tim, Cristiano Ronaldo, shtata. Te shtata është tifoz i futbollit. Numri i preferuar cili është? Numri im i preferuar, S'ka një numër ti. 0. 0. Se ke nis nga 0. Nice. I like you, bro. I like you too. Cili është, më the, unë të pyeta që parë, po nga që kaluam këto dimensionet tradimensionale të salsës, cili është i pari jot më i mirë si një sipërmarrës? Dhe mbase mund të jesh një shembull shumë i mirë për disa të rinj, mund të jesh një shembull edhe për disa më të vjetër, sigurisht që ta shohin që e ke nis nga hiçi dhe ja ke dalë që të ndërtosh, cila do të qoftë gjëja. Gjëja, Çfarë bën një sipërmarrës të mirë? një supermarket mirë bën, ne i themi një shprehje që nga gabimet e S'dojë tuaja. kjo, por sikur na dogji shumë ajo shtata, mos ke ngatruar radhën. Le më mirë janë, leje kështu mirë, mos e ngatro 7-ën e 8-ën. Mirë që e ka kjo. Dogji më shumë ajo shtata, e çuditshme. Merë prapë për dush. Dhe më thënë që një sipërmarrës, E marrë dhe prapë. nga gabimet që ti bën, si një hapje biznesi, mëson shumë gjëra që të bën. Tani do të kuptojmë një gjë. Është një gjë që Ismeti a ka ndryshuar. Ismeti unë mundohem që të jem ky që jam, më përshëndet, të dua, të respektoj, por unë kam një gjë që ti Ismeti, si personazh, më thua që jam i mirë. Edhe del më mrapa i thua kolegëve ose shokëve tjerë që je i keq, ti nuk je miku im. Do më thonë, të përshëndet si e mirë, por nuk je ai që mund të hajnë tavolinë e gjëra. Okej. Sepse ti, që ose vërtet, ke një farë respekti ndaj anës ime, që unë kam një gabim në restoran, që vërtet se kam gatuar mirë, se kam bërë mirë, e gjëra thua Ismet, vërtet nuk më pëlqeu. E di sa më nderon ti mua, sa më respekton. Je njeriu më i mirë që më ka hyrë në zemër. E kuptoj. Sepse kjo më jep vlera mua si person. Po jo, edhe tek puna kush jam meritat për shkak gjërat që unë punë nga ditë e parë që kam hapur sot kam ndryshuar shumë. Pse të ndryshon? Pse na bëri tani kjo me fjalorin, me qyre kjo pikanti. Janë këto pasojat. Po që pasojë Ka shkak pasojë kjo. Të them që ç'a ndodh, nga fillimi kur e kam hapur unë njeriu se beson, që të betohen, e kam nisur të marr telefon, edhe të fol me 10 simit e buk. 10 simit e buk, 1-2 tavolina. Xhiro 3000 lekë në ditë, të cerin e program. 6 muaj marketingu, bam 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 bam. Po pse? Pse Zoti është i mrekullueshëm. Nga një sprov që unë kisha që dola nga operacioni, ai pronar, të them një gjë tani, ai pronari, për shembull që ishte ai tjetri, ai as rrogën nuk më dha, as nuk tha, a shpëtoi ky njeri që isha 6 muaj në spital, është mirë, as që interesoj fare. Po mami im e mori inat, i them, mam, mos e merr inat atë lloj personi. Sepse Zoti e ka bërë që të ndodhi ajo gjë që unë të jem sot hapem biznes, mund të isha prapë punëtori aty. Një çdo e keqe ndodh për keqe. Edhe i them, to janë sprova që gjëra që kanë ndodhur, i them pse. Pra, le të themi që tipari jot më i mirë në biznes mund të jetë optimizmi, Po. fryma pozitive. Po, edhe frika që Edhe konsistencë. Po, unë pyeta një shok, pse frika, sepse ç'a ndodh frika sot? Okej, sot unë e kuptoj. Edhe shumë e drejtë e vërtet që thot njëri çfarë thon Ismeti. Po njëri që do hape biznesin sot, herën e parë që s'ka asnjë biznes asnjëherë, është shumë frikë. E kuptoj edhe shumë e vërtet. Pa ama bjeri derës. Më fal, zotri, po Ismet,
filani, fisteku, që ka këto lloj biznese, çfarë mendon? Më jep një dorë, një gjë. Do të ndihmoj një njeri që do të vinë shumë. Ke ndihmuar? Kam ndihmuar. S'do të përmend me emra, kam ndihmuar me zemër. Edhe ke emra që shumë njerëz sot edhe kanë dalë vetë edhe në emisione kanë pëndruar, sepse ku i shoh një person që ti ndjek Instagrami, për shembull edhe di, unë shumë kolegë kam ndihmuar, shumë gjëra kam ndihmuar. Unë nuk e bëj, unë kam edhe njerëz që më kanë shkruar një rast konkret, për shembull se ja, ku është këtu se unë s'është një gjë, se s'do të përmendim emra gjëra. Mos e thuaj. Jo për ty. Ndi emër. Shive. Dje, jo më larg, vetëm që lexo Të erdha ujnë këtu more. Ore i smecën më emocionove more. vetëm kod dje që ka lexuar, edhe unë dje. Po lexoj një mesazh që ka dërguar një kompani rrobash, është kjo? Po, diçka. Po, nëse. Përshëndetje, uroj të jeni mirë me shëndet. Përgëzime për punën e bukur që bëni. Unë që po të shkruaj jam nuk po e them. Po. Një vajzë, po përpiqem shumë të ngrej një punë të vogël online për të mbajtur familjen. Të lutem, mund të më ndihmosh nëse mundesh me një histori për të suportuar sado pak. Të jam shumë mirënjohëse nëse lexon. Punë të mbarë dhe shëndet. Çfarë është aty direkt e imja? E kam bërë story, as i kam thonë as e bër, as s'e bër, e kam bërë story, më ka thonë direkt faleminderit shumë. Është aty? Ka shkuar një, se unë lexova padash mesazhin e automatizuar që thën vet ajo. Po, se e kam atë po. Është automatizuar dhe ti ke bër storyn direkt. Shumë faleminderit, thot. Të lutem i thua ti 750 euro. Këtë shtova. Është e vërtet. Kur një time. Unë e njoh Ismetin, dhe Ismeti është djalë shumë i mirë. Edhe do të them që shumë njerëz që i kanë bërë më kanë kërkuar, ja më kanë kërkuar vajzën për marketing. Më shiva shumë të mira ta përdorin për këto miqë shok që i kam thënë vajza ime është imash që është fëmia im që unë e postoj për këtë. Edhe mua më kanë kërkuar për këto kuzhina e gjëra, i kam thënë unë marketingun e bëj me emocionet të mia që bëj. Unë nuk kam dalë të bëj, se unë di të bëj shumë gjëra. Shive ka një gjë strategjie shumë sot. Sot po të marrësh vëmendje, mund të bëj shumë vëmendje të mira. Mund të bëj edhe vëmendje të keqe, mund të bëj edhe vëmendje shumë të duar. Po vëmendja ime sot për sot është që unë dua të tregoj që biznesi është një gjë primare, po familja është një gjë shumë kryesore që është mbi kokën tënde. Mund të bëj edhe gjë tjetër që të rris like-et më shumë, mund të rris audiencën më shumë. Hajde, makinë, merr një bodyguard, një shofer, 3 bodyguarda, po çka kushton? Unë kam qejf të eci ky i lirë në rrugë, i buzëqeshur, përshëndesin, bëjmë këtë, sepse këtë i them tani, inshallah, Zot më le me këto mend që unë kam, sepse edhe unë. Me ato do jesh, pse do ndryshosh mend? Po them që unë këto dua sepse. Ti je ky që je, po. Po se ky që jam, sepse vërtet. Më ftohesh, Ismet, ti më ftohesh mua. Ti çfarë bën, ti futesh në një bisedë dhe më ftohesh nga salcat. Do ta mbash më shkurt Ismet se pastaj ka vetë energjia elektrike, nuk mbahet me drita këtu. Shumë pas patate tjera. Po çfarë tani jam dëndur, kam ngrënë shumë mishe sallame. Ja, do kap sallamet tona. Meqense ma përmendet, këtë ty mosurën e pulës. Se këto janë më të lehta. Unë kam rënë shumë mish o Ismet. Gëzuar dite. Gëzuar bafqar. Ore, çka keni bërë? Si jam Terezi sot? Ai e qumër. Kam një orë që kam bosh të godën, se mos thot njëri orë t'i hedh një pikë ujë. Kush është ambicia tani? Ismet, arritet të ndërtosh një rrjet, le themi restorante shumë të suksesshëm. Një vesh besoj gjithë shqiptarin të njohin tashmë, je një figurë publike, je një model i një personi të suksesshëm në gjë që bën, sigurisht, sikurse edhe përmendëm brenda emisionit do ketë njerëz që gjithmonë akuzojnë për gjithçka. Gjithë në Shqipëri njihet fenomeni që shqiptarët kanë një problem për çdo zgjidhje, kupton. Historikisht kemi bërë ato gjëra. Cila është ëndra? Ke ndonjë ëndër? Më thej që në takimet me Samir Manin t'impresionoi fakti që ai planifikonte 10 vjet në të ardhmen. A ke bërë një planifikim të tillë? Jo, s'para. Jo, nuk bën. S'para bëj. Pse do të thosh pse s'para bëj? Pse do të them? Se ka një gjë shumë të bukur që në shpirtin tim është i kënaqur zemra ime me ato që kam deri tani, edhe jam falendërues për ato që kam. Tani është një gjë tjetër. Ëndra me dëshirën. Kanë dy peshore të ndryshme, që unë dëshemën ëndrën time deri tani që unë kisha që fëmijën doja ta realizoja. Jam munduar, tani nuk ka qenë ëndra që unë të isha ku, se di as vetë do je ku jam sot.
mund ta dije që mund të isha punëtor, mund ta dije që do haja buk shumë mirë vet, do e dije që të kisha një familje shumë të mirë me Zotin parë, po se do isha me kaq suksese, me kaq shumë biznese, me kaq shumë gjëra, asnjë besoj edhe çdo njeri që ka arritur, nuk besoj që do thotë që unë bëj këtë, siç janë ca shprehje, thënie këto që next year I'll be millionaire. Po tani, okay. Ne jemi që tani tha. Po, tani do thotë që një gjë që ti ka një gjë të mirë që mu për të ardhmen që thua ti, për shembull ka një gjë që nëse unë po punoj, shqyr zotit mirë, gati me 7-8 restorante që po bëhen, tani po hap ndonjë të ri tani. Po deli orgji shumë shpejt. Mos them javën tjetër. Jon shnoje 750 euro, ka dhe atë që parë që do ja paguan dhe tjetrit 1500 euro. 1500, po bëj 1000 e paktën me kështu. Si për festat. Jo në për festa i rrisin valla. I rrisni. Po bëj 2500. 2500. 2500 më. 2500 u bë. Të deliori do jetë prapë një restorant. Inc. Po emrin e vajzës, ti din që kam hapur një rrjet branches shumë me emrin e vajzës Ines Inc. Ka ecë goxha mirë, shqyr zot jam i kënaqur. Si ka mundësi po e përballon kaq shumë në 98-ën? Kjo po më habi tani, që pësove imuniteti. Hajde tek e 10-a se më re fare. Hajde japi ndonjë ishte bukur kur digjeshe. Ja çat marr tani. Po, te 10-a do tim. Hajde 10-a e vërteta. E vërteta. Prit. Një çik se mos. Sa me hile bokë ti. Jo no, e shmangu? Po. E pi çik qumë shë burr jep. Jepi se ndihmon qumshti. Ne ta marr dhe jep për atë. Shi tani e. Por ç. Ndodhi me këtë tani. Se gotën bosh e kam bosh. Po bosh. A gëzuar. Bosh më haje. Me ajër. Me ajër s'bëhet dje. Ase ka pi qumësh zonë, bebironi ka mungu ma. Do të fut në gjumë. Fillosh pllasesh. Kur thash për ëndër, e kisha në sensin për te punës. E kuptova edhe gjë se do të bësh biznese. Do të pleqërosh për shembull ti thua boll ulolla në këtë muhabet, të hap një kështu një shtëpi në kodër mali ti. Është një shprehje, di që është një shprehje. Është një shprehje shumë e bukur. Ato është një shprehje shumë e bukur që përdoret botërore. Never say never. Kurr mos thuj kurr. Edhe duke qenë që mi jetë kur mos thuj kurr, nuk e di, ma kupton se ne nuk e di. Po ne harruan ta pyesim për Barsolet. Në të gjithë ftuarit në flak fare pyesin thon një Barsolet. Cila është Barsoleta? Ke ndonjë Barsolet që të vjen? S'ke Barsolet, ë? Kam pas Barsoleta, po se di, s'po nezin më. S'ke ndonjë Barsolet? Kam harru për zotin. E tani ato e Barsoleta e vjetër ne di, ishte kinezi, ishte di nga ato të 92-shit. Deri ato i kanë dëgjuar. S'ka problem. A ka ndonjë diçka? Më tha vajza ime një Barsolet për atë ditë. A thuaj njerëz? Po ba tha, se më bën tani shumë. Se më. Ishte kam 5 vezë. Po. Një mora. Një thyva, një poqa. Sa vezë kam? 5. Një mora, një poqe, një thyva. Po. 5 minus 3, 2. Jo, përse ti. Kam 5 vezë. Po. Një mora. E mora një. Një e hapa, e një skuqa. Po, ti mund të kesh dhe 5. Po sa më 5 pra, si që ke 5. 5 pra kam 5 vezë. Po 5 vezë janë prapë, ore, një e more. Se më çmene. Ka një. Bëj matematikë në këto orë. Ore, di pse fleti më tregon përgjigjen. Ti se di për vete më ignorant. Kam 1, 2, 3, 4, 5. Kam 5 vezë. Po pra, dakord jam. Një e mora. Po. E hapa. Edhe e poqa. E futa në tigan. A njërën më? Po 4 pra ke? Po shqyr pra më 4. Dakord. Fal, po ishte çik trike. Kishe me Ishte çik me po backstage ta boshin kështu ty, 4. Ishte me ndimes, ishte me ndimes. Ai bënte 1, ai thosh kishte 1, thoshte 1. Një më bëre, hap kamerën, hap varin. A ka diçka që dohet ta thënë në këtë emision që unë nuk pyeta? Unë jam tip që nuk është se kanë në gjë për të thënë, vetëm po të pyeten. Vetëm po pyeten, jam për të thënë është të buroj Zotin me miq të mirë, me shok të mirë, me familje të mirë. Edhe t'i them njerëzve që në këtë jetë t'jemi sa më pozitivitet, sa më të lumtur, sa më të butësjeshur, jepni butësjeshje se butësjeshja është gjë më e mrekullueshme që mund ndodhet tek njeriu. Është i quhet e quajmë si sevap. Butësjeshja. Njeriu vetëm butësjeshja e lumturon.
Unë të falenderoj jashtëzakonisht shumë që ishe këtu. Kënaqësi. Të uroj gjithë të mira dhe vetëm suksese, do zotë të kesh vetëm shëndet e mbarësi në çfarë do lloj gjë që do të bësh. Faleminderit shumë. Ishte kënaqësi vërtet sepse folëm një temë shumë të hapur. Po. Na i futi çik me këto Spice Girls. Ashtu e ka formati, nuk doja orë Spice Girls. Gjithashtu duhet të falenderoj Kodigon, Argjendari Donaldo dhe sallamet tona që janë gjithmonë pranë nesh me shi dhe përbërës të mrekullueshëm. Duke ju falenderuar gjithë, mos harroni të bëni follow dhe sigurisht subscribe në kanalin tonë të ri Hoje Media. Miru, pafshim.